Baza kriminale në lagjen Kastriot në Fier, ku mbaj arsenal armësh, pjesë armësh dhe municioni me qëllim shitjen të kontingjenti kriminal për kryerjen e krimeve kundër personit, u zbulua nga policia. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier janë informuar nga gazetarët e një emisioni investigativ se një shtetas me të cilin ata kishin komunikuar në kuadër të punës së tyre posedonte pa leje një armë zjarri. Menjëherë pas informacionit, strukturat hetimore dhe operacionale të policisë së Fierit organizuan punën për të zbardhur autorsinë dhe rrethanat e rastit. Si rezultat i kësaj pune, u lokalizua shtetasi i dyshuar MR 38 vjeç banues në Fier, i cili u ndalua teksa lëviste me automjet në lagjen Kastriot. Nga kontrolli në automjet, ju gjet dhe ju sekuestrua një armë zjarri pistolet që posedoi pa leje dhe një shumë parash rreth 3.500 euro. Në vijim shërbimet e policisë kanë kryer hetime të thelluara mbi veprimtarinë kriminale të 38 vjeçarit dhe si rezultat kanë mundësuar zbulimin e një banese aktualisht të pabanuar në lagjen Kastriot, të cilën ky shtetas e përdorte si bazë armësh, pjesë armësh dhe municioni, dyshohet për t'u ashitur grupeve kriminale. Nga kontrolli në këtë ambient janë gjetur dhe sekuestruar 10 armë zjarri automatik, 3 nga të cilët të modifikuar me shënjestër optike dhe me vend filetimi për silenciator, një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krëra pistolete, sasi fishekësh të kalibreve të ndryshme. Në përfundim të veprimeve të para procedurale, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier arrestuan në flagrancë shtetasin MR dhe ndërkohë vijojnë të kryejnë hetime në koordinim me Prokurorinë e Fierit për të identifikuar dhe nxjerrë përpara drejtësisë shtetas të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale ju referuan Prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.